إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamat ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Të dashur vëllezër besimtar, mësuesi jonë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut, i cili ka përdorur forma të ndryshme në mënyrë që të edukojë brezat e ashme të muslimanëve. Herë ka përdor forma pyetjesh, e herë forma tjera. Në një prej ditëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte me shokët e tij në një mezhlis dhe pe i pyet në mënyrë që t'i mësoj shokët e tij. Dhe pe u thot: "Ayyul khalqi a'jabu imana." Ju thot shokët vet: "A e dini cila është krijesa më e çuditshme, ose cila është krijesa që e ka imanin më të çuditshëm?" Çuditet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me imanin e tyre. Cila krijesë e ka imanin më të çuditshëm? Sahabët po mendojnë që Resulullah po çuditet me imanin e tyre, padyshim që janë shumë të larta, më lartë se ne, më lartë se të gjithë. Dhe po i thojnë: "Qalu al-malaika." Thonë i dërguari i Allahut, me lajket, krijesat e Zotit. Allah azza wa jalla ka kriju prej dritës, nuk kanë gjini, nuk kanë epsh, e adhurojnë Allahun azza wa jalla ashtu siç duhet. Çuditesh me imanin e tyre, çfarë imani të fortë kanë, çfarë besimi të fortë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "El-malaika kayfa la yu'minun?" Me lajket si mos me besu, kur ato Allah azza wa jalla ka afër, i shohin mrekullitë e Zotit për ditë. Qysh mos me besu me lajket? Dhe të s'janë me lajket. Sahabët thanë: "Qalu an-nabiyun." Thonë atëherë, pejgamberët Allah azza wa jalla i ka zgjedhur që të jenë prej robërve të më të tij të zgjedhur. Ja këta kanë iman të fortë, edhe çuditesh me imanin e tyre, ja askush. Qala an-nabiyun yuha ilayhim fa kayfa la yu'minun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë: "Jo, pejgambert, Allahu ju ka dërguar shpallje, ju ka zbrit shpallje, ja ka dërguar Xhebrailin alayhis salam, i ka bën mrekullitë e Zotit, çysh mos më besu ata? Ja ata duhet të besojë askush." Sahabët po çuditën, po kush janë ta? Atëri ka thonë i dërguar me Allahut, "Es-sahaba", ka thonë na jena sahabët, shokët e pejgamberit. Ka thonë atëre na, s'po dihet kush tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Es-sahabatu ma al-anbiya." Thot: "Fa kayfa la yu'minun?" Thot sahabët, shokët e pejgamberëve, janë me pejgamberët e Zotit. I shohin mrekullitë e Zotit për ditë. Thot çysh mos me besu ata? Atëherë sahabët nuk dhanë më përgjigje. Gjitha opcionet i harxhun. Nuk kanë modije për këtë çështje, edhe unane s'po përgjigjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Walakinna a'jaba an-nasi imanan qawmun yaji'una min ba'dikum fayajiduna kitaban min al-wahyi fayu'minuna bihi wa yattabi'unahu fahum a'jabu an-nasi imanan." Tha, njerëzit me imanin më të çuditshëm, që unë thot çuditem me imanin e tyre, thot janë ata popoj që vinë pas juve, të cilët e gjejnë Kur'anin, thot, libër, e besojnë atë, punojnë sipas tij. Këta janë njerëzit me imanin më të çuditshëm. Pra, ne jemi të dashur vëllezër, ata që kanë kalu para nesh dhe ata që vinë mas nesh deri në ditën e gjykimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është çudit me imanin ton. As nuk e kem taku na Resulullah sallallahu alaihi wasallam, se kem pas atë fat me taku dhe me jetu jetën me të. As nuk i kem taku me lajket që me i pa, po ne e kem gjetë Kur'anin, fjallën e Allahu xhalla wa ala, libër që ne e besojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam,
kemi iman në këtë din, në këtë fe që e flejojmë edhe vetëm për te, edhe punojmë me Kur'anin famlart, pejgamberi çuditet me neve me imanin tonë. Andaj, të lumet ata besimtarë që besojnë Allahun në këtë kohë të cilët njerëzit mundohen t'i nënçmojnë me lloj-lloj nënçmime të ndryshme, duke thënë çyshbe, hala shekullin e 21 ti shkon në xhami dhe falesha, hala kamet me xherua, dihet që pejgamberi çuditet me imanin tonë. Andaj i krenar me fen që ta ka dhënë Zoti, me imanin dhe besimin që e ke. I krenar, sepse Allah Azza wa Jalla le lavdron ta besimtarë dhe thotë Alif Lam Mim dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaib. Thot Kur'ani pa dyshim që është fjala e Allahut të lartësuar, s'ka dyshim në të që është fjala e Zotit. E cila është libër udhëzues për ata të cilët janë të devotshëm dhe të cilët e besojnë të fshehtën. Ne i besojmë ato që na ka treguar Allahu xhalla wa ala, edhe pse nuk i shohim, edhe pse nuk i kemi taku, për këtë edhe Allahu i lavdron në librin e tij fisnik. Të dashur vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot për këtë grup të besimtarëve, inna min waraikum ayaman, i thot shokëve vet, pas juve ka me pas ditë vështira. As-sabru fihinna mithlu al-qabd al-jamr. Thot sabri në këto ditë është sikur se me majt gacën dorë. Thot lil amili fihinna mithlu ajr 50 rajulan ya'maluna 'amalakum. Thot një njeri në atë kohë paguhet sa 50 për juve prej sahabëve. Një musliman i kësaj kohe që i ban ballë sfidave të jetës, sfidave të besimit të tij, ruajtjes së nderit dhe familjes së tij dhe fëmijëve të tij, kur degenerimi është në të gjitha skajet e jetës, shpërblimi i tij është sa i 50 prej sahabëve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë Resulullahu këta njerëz i ka thujt ghuraba, i ka thujt gurbetçar. Gurbetçar i ka thujt të huaj. I ka thujt të huaj. Pse? Fetuba lil ghuraba. Në atë zaman të lumt ata gurbetçar që janë. Jo që janë lashtë vendit, po njeriu është gurbetçar kur jeton i huaj në vendin e tij, se sta din vlerën. Ta nënçmojnë besimin, ta nënçmojnë dinin, imanin, ta nënçmojnë namazin, agjerimin, haxhin, të gjitha veprat e mira. E Resulullah sallallahu alaihi wasallam thotë, lumet ata gurbetçar që janë në atë kohë, dërsa është pyet Resulullah, ka thonë, menil ghuraba, e kanë pyet shokët e vet, ka thonë, kush janë ta i dërguari i Zotit, që kanë të huaj në mesin e robërve të Zotit, të huaj në vendin e tyre. Thotë, alladhina yuslihun idha fasada an-nas, këta janë kur i ndreqin punët që të tjerë i kanë prish. Këta qohen dhe munohen me i ndreq punët kur të tjerë i kanë prish. Kur të prishën njerëzit, këta qohen dhe i rregullojnë, i këshillojnë njerëzit, urdhrojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Në një kohë kur e keqja është shumë e madhe dhe përhapet shumë, ta nuk e pasojnë keqen, përkundrazi i urdhrojnë për të mirë dhe i ndalojnë nga e keqja. Në një rivajet tjetër thotë, yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati. E rregullojnë ato që e kanë prish njerëzit nga suneti im, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i dashur vëllezër, asoj që ne më u lavdru dhe më u krenu me këtë dinë, me këtë iman, këtë kohë. Kur Resulullah sallallahu alaihi wasallam po na lavdron, po çuditet me imanin tonë dhe me besimin tonë. Shtrohet pyetja, Resulullah çuditet dhe na lavdron, po si ka më na njoft neve në ditën e gjykimit? Si ne me qenë me ton ditën e gjykimit? Ne i njohim pejgamberin me cilësitë e tij dhe jemi ymet e tij, po ai çysh e njeh ymetin e tij me miliarda, me miliona pejkos të tij, që është çudit me imanin e tyne, dhe thotë janë kanë sevap sa 50 për sahabëve, ka shef me najt me ta ditën e gjykimit, çysh na njeh ai neve? Ka në hadith për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë, inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalin min athar al-wudu. Do të umeti im vjen ditën e gjykimit duket pres largu sikur se baloshi i bardhët që është në kafshën e zezë. Kafsha që është krejt e zezë, edhe e ka një balosh të bardhë në ballë, ai duket shumë larg. Kështu thot kanë më udokt umeti im në ditën e gjykimit min atharil wudu, prej gjurmëve të abdesit.
në çdo pore të trupit që ke marrë abdes me të, bon drejt në ditën e gjykimit. Nëpërmjet këtyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e njeh umetin e tij, njeh mu, ty krejt me radhë. Pse? Sepse ke marrë abdes. Gjunë të abdesit bëhen dritë në ditën e gjykimit, dallohemi prej njerëzve të tjerë. Dallohemi prej njerëzve të tjerë. Sigura janë dresa që e dallon futbollerin, është e kuqe dhe e zezë për mundo ekipet, kështu ndohen ditën e gjykimit, po jo me ndresa, me iman, me besim. E kushtimisht po thon dresa e muslimanëve, besimtarëve janë gjurmë të abdesit. Ftyrën kur ne e lajmë ka me bë dritë. Kokën kur ne e fërkojmë ka me bë dritë. Durët dhe e bryllat kanë me bë dritë. Këmbët dhe e nyjet kanë me bë dritë. Gjitha pjesët që ne i marrim, abdesin tonë kanë me bë dritë të dashur vëllezër besimtar. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam na njeh neve dhe ja thret në umetin e tij dhe bën lutje për neve që Allahu xhalla wa ala më na shpëtu dhe me kaluarën e siratit dhe me dal tek xheneti i Zotit, duke lutur Allahun xhalla wa ala të jem prej tyre, të jem prej atyre njerëzve që pejgamberi i Zotit çuditet me imanin e tyre, të jem prej atyre besimtarëve që e ruajnë këtë din, këtë fe, këtë iman me vepra të mira, duke lutur Allahun xhalla wa ala që na shtoj imanin, bindjen ndaj tij, veprat e mira, të jem prej pasuesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në dynja dhe të jem bashkë me të në ahiret, të jetë i kënaqur ai me neve dhe Allahu xhalla wa ala gjithashtu na bashkon në xhenetet e tij ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi